kur e pa veten Yunusi alayhis salam, ju kujtu të thot: La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Errësira e parë, barku i peshë. Errësira e dytë, thellësia e detit. Errësira e tretë, errësira e natës, se natë ishte. Kur e tha këtë fjalë Yunusi alayhis salam, që duhet ta themi shumë shpesh, po. Melatjet than, melatjet Arshialas, than: o Zot, një zon i njofshëm, po duket si i njofshëm, ama nuk e din kush është edhe ku është. A di kush e din kush është edhe ku është? Vetëm Allahu dhul Xhelal. Allahu dhul Xhelal tha: po, unë e di kush është edhe e di ku është. Po kush është o Zot ki që zoni i njofshëm, se ka përmendë Allahun shumë herë. Melatjet Arshialas janë dëshmitar. Tha: ki është Yunusi alayhis salam. O Zot, po ku është Yunusi? Tha: në fund detit. Subhanallah. E Allahu dhul Xhelal, pasi e tha këtë fjalë, e urdhënoi peshkun: hec, s'është riska yte.